Në një hadith tjetër transmetohet se disa shokët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja treguan pejgamberit alayhis salam rastin e dy grave. Ja treguan pejgamberin alayhis salam rastin e dy grave duke mos i përmendur me emër. Mirë po dy grave, më thonë është marrë vesh në për fqin kështu me radhë se filan gruaja shumë është e devotshme, bën adhurim të madh, mirë po nuk i lë rahat, domethënë njerëzit me gjuhën e saj. Nuk i lë rahat, të vegjlit i mallkon, të mëdhejt i përgojon, për tjerët shpif, për ata tjerët fol keq, e kështu me radhë, thot pejgamberi alayhis salam hiya fi nar, ajo do të jetë në zjarr të xhenemit. Ja përmendën një grua tjetër, e cila nuk kishte shumë vepra nafile. Domethënë, mirë po me gjuhë ishte shumë e ruajtur. Domethënë nuk mallkonte me gjuhë, nuk shante, nuk përgojonte, nuk ofendonte kështu me radhë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hiya fil janna, ajo do të hyjë në xhenet.